Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak rreth ngjarjeve më të fundit që në fakt po përfliten në showbizin shqiptar për të dhënë mendimet tona mbi personazhet që kanë qenë tepër të komentueshëm, sidomos në vitin 2026. Dua të ndaloj tek Alba Pollozhani. Në Klan Kosova, në një nga emisionet e Klan Kosovës, u përmend emri Alba Pollozhanit si një mundësi për moderatore në Big Brother, do me thënë në vend të Jonidës, apo qoftë edhe për në talk, do me thënë nuk është situar se në cilin pozicion do të ishte Alba Pollozhani, por do me thënë u përmend si moderatore, tashi qoftë Big Brother, qoftë në talk. Pash që kishte shumë kundërshtime, do me thënë ishte një biset në një formë shakaje dhe tallje në fakt, që po bëhej për emrin e Albës dhe sinqerisht pak u befasova. Unë mendoj që Alba Pollozhani ka qenë një personazh që ka vendosur të luajë lojën e saj. Pa marrë parasysh se cila ka qenë loja, a ka qenë me limin, a ka qenë pa limin, a ka shprehur ndjesitë e saj të momentit, ndjesitë të cilat janë paragjykuar dhe janë marrë në konotacione si kanë dashur të tjerë të merren. Ajo është Alba me të gjitha ngjyrat e saj dhe unë i dua njerëzit të cilët i flasin gjërat ashtu siç i ndjejnë, i tregojnë gjërat ashtu siç i duan ato dhe siç i kanë, dhe këto janë njerëzit e veçantë që ne i kemi në këtë universin ku ne jetojmë. E para njëherë. E dyta, kur flasim për lojë, Alba Pollozhani ka qenë një banore e cila ka patur strategji të fortë në Big Brother, që në qoftë se Alba do të ndiqte strategjinë e saj dhe do të ishte durimtare për të mos të dalur nga Big Brotheri, unë jam 100% i bindur që Alba dhe në Ferma VIP, por edhe në Big Brother VIP Kosova do t'ishte fituese, sepse kishte strategji të fortë, do me thënë kishte dinamika, kishte debate, kishte biseda të gjata që në fakt krijonte acare edhe në studio, dhe realisht Big Brotheri është ky që të krijon dinamik të madhe. Nuk habiten fare, në qoftë se Alba Pollozhani t'i jepeshte një mundësi për të moderuar Big Brother apo qoftë edhe talk, sepse mendoj që Alba është një personazh që e njeh fort bukur formatin show, ka fjalorin e duhur, ka oratorin që i duhet një moderatores, dhe mendoj që do të ishte një material shumë interesant për ta shitur produktin e tyre, dhe kush më bukur në Klan Kosovën se Alba Pollozhani mund t'ju ashiste materialin në talk apo qoftë edhe në Big Brother. Mendoj që do të ishte një Big Brother shumë interesant, sepse për të bërë një Big Brother i fuqishëm luajnë rol të gjithë, që nga moderatori, që nga opinionistët, që nga banorët brenda, nga produksioni, se si e vazhdon lojën, do të thënë janë të gjithë një zinxhir i lidhur për të arritur që Big Brotheri të merr atë fuqinë e madhe të klikimeve. Nuk më duket as pak e çuditshme në fakt nëse Alba do të ishte moderatore, edhe besoj që do të ishte një përzgjedhje shumë e duhur.